Shija e anës mundësohet nga ciao Berto, franke, riso scotti, pasta garofalo dhe uji tepelen. Shija e anës. Dhe mandarinën do ta përfshijmë tek sallata, është një sallatë alla aziatike, ëh? Ja. Është fantasi, shumë e langshme mbrana. Mos po do në hangër. Po vëlla. A do me prish pak? Provoje, Ja me provoje. stata na ke bro. E kjo është surprizë. Ëmbëlsira që i përgatis unë nuk përdori sheqer. Do me thonë, ëmbëlsia ju vjen prej çokoladës. I tham na, po ta sillim na, ka qenë trikaqe tortja. Tha jo, tha se është të rini, jo i mirë. Mirë më gjekë si shikues. Koha e mandarinave. Jo rasisht i ka pa mandarinat, pasi që receta jonë sot përfshin pemën më të dashur të stinës së vjeshtës dimrit. Vjesht dimër, mandarinat, portokallat, vitamin C, gjithë një, edhe verës, lengu i freskët i portokallit na bën mirë të gjithve. Mirë më gjekë gjithve ka do që përna ndisht në këto momente, mirë se po takohemi me shijen e anës edhe një epizod tjetër, shkaku që zgjedhjet i kemi nesër, u dashëm me emision që shkanim sot. Përshëndetje diaspor, ka dhe që jeni në këto momente, ju përshëndes nga zemra, faleminderit që çdo javë jeni me shijen e anës, faleminderit për komentet e bukura që më nisni, faleminderit që mi pëlqeni recetat dhe mënyrën se si gatuaj unë. Gjithmonë qëllimi im është që në emisionin Shija e anës të gatuajmë recetat të cilat janë të thjeshta dhe që s'na marrin kohë, sepse duke e ditë jetën e përditshme që po ankohemi që s'kemi kohë, po shkojmë me receta më të lehta, po kemi kohë, po vetë po kemi dëshirë me pas kohë. Kemi bën ndonjëherë, po jemi pak më apërtat se etj etj. Kë kemi sot të ftuar, para se të shkojmë me bashkëpunëtorët të cilët e mundsojnë gjithnjë emisionin ton, dua ta zbuloj të ftuarën time sot, një person shumë pozitiv, shumë e dashur, shumë punëtore, tepër ambicioze. Nën e 3 fëmijëve dhe bashkëshortja e një prej aktorëve më të dashur dhe më të mirë njohur në vendin tonë dhe gjithë shqiptarinë, Donat Qosja, bëhet fjalë pra për Rudina Qosjen, e cila është si një ëmbëlsirë dhe ka zgjedhur edhe profesionin e ëmbëlsirës. Ajo tash e 9 vite ka gëzuar, ka lumturuar qaste të ndryshme. Datëlindje, fejesa, martesa, befasi e shumë raste të ndryshme. Studioj ekonomin, por na u bë pastiqere. Është prej pastiqereve më të njohura në vendin tonë dhe më punëtoreve. Kur në jetë sa e një gjithë këto vite, kur se kom pa nervoz. Ajo ndoshta ka qenë nervoz, po është person pozitiv. Që shtoni për mu që janë një shumë pozitive, ke energji shumë të mirë, po ashtu edhe Rudi, unë e thras Rudi, Rudina Qosja, është një personazh pozitiv. E sheni atë, çdo të dielë keni atë të gjeri duke gatuar ëmbëlsira të ndryshme. Sot nuk do të na gatuaj ajo, do t'i gatuaj ona asaj, por besoj që do të na vi me ëmbëlsirat e saj që të na ëmbëlsoj emisionin.
Çfarë do të gatuaj unë për rrudën, që zbulojmë vetëm pas pak, por fillimisht dua që t'i falenderoj gjithë ata bashkëpunëtorë të cilët e bëjnë të mundur shijen e anës, pasi që pa ju ky emision nuk do të ishte i mundur, duke filluar nga Ciao Berto dhe Franke, kuzhina ime fantastike këtë sezon, dhe kam thënë, këtë sezon kam zgjedhur një kuzhinë të errët, që po më pëlqen shumë, edhe shumë më kanë shkruajtur që anë me të vërtet më na pëlqen shumë kuzhina. Kështu që e janë Ciao Berto, shfrytëzoni ofertat, shfrytëzoni çmimet Made in Kosova, duke shfrytëzuar edhe ulje prej 10% nga kodi shija e anës. Kemi moninin, rizo scotti, garofalo pastat, sot nuk kemi pasta, sot kemi salmon. Kemi një sallatë të freskët, kemi pra mish peshku, salmonin e freskët të cilët do ta marinojmë me mjalt, vaj ulliri, do t'ju tregoj pak më vonë, dhe mandarinën do ta përfshijmë tek sallata. Është një sallatë alla aziatike, Ja, pra, po futem te kuzhina, shikues, ku vetëm pas pak do të gatuajmë për rudinën, një salmon të freskët. Tash do të përdorim mandarinën, por kemi edhe karotën. Kemi një sallatë shumë të shëndetshme dhe shumë me ngjyra, t'i japim jetë pra kësaj vjeshtës. Uji te pelin. Uji më i mirë shqiptar, tash e 30 vite në treg, edhe ashtu jemi në muajin e nëntorit, dhe sa mira, ta kem një produkt që lidhet me patriotizëm. Adelin Selmani, AD.Aesthetics. E keni në Instagram, faleminderit Adelin për flokët, e kemi bo një gërshet, një bistek shikues shumë të thjesht. Ta Adelina që përdonan mi u bo flokëve, të shëdin që ka lidh me e vendosim, ta që bëjmë një bistek, edhe për një grim tepër të lehta. Më pëlqen shumë puna, si punon Adelina, është tepër natyrale dhe Flom Flower Shop, që jep jetë shijes së anës, sot me trëndafilat e kuq dhe me lule tjera andej në sfond. Faleminderit edhe njerë që jeni me Klan Kosovën, shikues dhe me shijen e anës, mos ndroni kanalin, do të shkoj me një reklam, vetëm me një reklam, me reklamën e vajit më të mirë italian në vendin ton, Monini Extra i Virgjër, dhe kthehemi për të gatuar drekën ton, e cila na merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 15 minuta. Mos ndroni kanalin, kthehemi shumë shpejt me shijen e anës. Shikues, tani është momenti për gatuar super recetën për sot, një recetë të jetë e thjeshtë. Sot s'kemi as pasta e as risotto, por kemi salmona, kemi një copë të salmonit të freskët, të cilën do ta marinojmë. Ju ftoj gjithë juve nëse jeni në shtëpi dhe keni kohë, marinimin ta lani salmonin deri në 30 deri në 60 minuta, pasi që do ta thith më shumë sojën dhe erëza tjera, të cilat do të ndihmojnë që kur të piqet, ju shkrihet në gojë. Tash ta kemi sot një drekë të shëndetshme, edhe thjesht, ku do ta kemi përveç salmonit jo ndonjë patate ose oriz, por një sallatë ku kam zgjedhur baby spinach. Pra, përveç salmonit do të kemi baby spinach, këtu kam një karrotë të cilën e kam bërë në rende më herët, kam qep të reja të cilat në formën më të hollë i kam pre, edhe do duket një sallatë të e bukur. Kemi sojan, kemi pak hudër, kemi 2 mandarina, o zët, dhe është koha e mandarinave, dhe do t'jetë një sallatë tepër e bukur, shumë ngjyrshe. Kemi pak susam, ku pasi të piqet salmoni, si për do ta dekorojmë bukur. Kemi edhe mjaltën, ku do ta marinojmë pra salmonin me pak soja, vaj ulliri, i cili është më i miri në vendin tonë, vaj monini, si dhe për sallatën e kemi edhe nga ponti uthullën e mollës 100% natyrale. Është momenti që t'i heqim unazat, t'i vendosim dorëzat dhe të fillojmë marinimin e salmonit. Okej, fillimisht do ta marrim dhe do ta riposim salmonin ja kështu. Do të marrim edhe pak piper të zi, ja kështu. Tani do të marrim pak hudër, pluhur, ja kështu. Ja, pra.
hudrën pluhur. Tani do të vendosim mjalt. Ja. Tani do të marrim vajin më të mirë italian në treg, vajin Monini, ja, do të vendosim pak vaj ulliri, ja, kështu. Dhe krejt në fund do të marrim sojën. Pra ju thash është një salat alla aziatike, sepse aziatët e përdorin shumë sojën, do të vendosim edhe ne soj. Edhe soja është, si thonë Amerikan, the game changer i kësaj salate. Dhe me njëherë do të fillojmë që ta marinojmë ja kështu të dy anët. Kështu. Ja, të ta këthejmë mirë. Ja, pra jemi duke e marinuar salmonin, kemi vajin ekstra të virgjër të ullirit, kemi sojen, kemi mjaltën, kemi kripën, kemi piperin e zi, dhe të cilën, me që se jemi në emision, do ta lëm 10-15 minuta, ju thash ju në shtëpit e juaja, ta lëni deri në 1 orë, 30 minuta deri në 1 orë, pasi që kur ta thith salmoni mirë këtë kombinimin e këtyre gërshëtimeve që i kemi këtu, do të shkrijeni kur ta hani. Kthehemi pas pak. Okej, atëherë deri sot na marinohet që këtu e salmoni. Tash të fillojmë ta bëjmë sallatën, një sallatë shumë e thjeshtë. Këtu kemi baby spinach. Tani do të vendosim në të karrotën, të cilën e kam bërë në rende më herët. Do të shkojmë pak kriptete, vetëm pak. Pak piper të zi për shia, ja kështu. Ja, pra, të shkojmë pak piper të zi, ja kështu. Pa tjetër që do të vendosim vaj ulliri, ekstra të vegjër nga Monini, ja kështu. Ja, pra, të shkojmë pak vaj. Dhe uthulla 100% natyrale, nga molla, nga ponti që e kemi, ja do të vendosim pak uthull, ja kështu, mjafton. Dhe të tërën do ta përzijem mirë, jo me lugë, unë gjithmonë preferoj që të shkoj me dorë, sepse qysh e përzim dora mirë, luga jo. Sepse dëshirojmë që secila gjethe e spinaqit të ketë super aromë, ja kështu. O zot çfarë arome po vjen. O zot, shikohet çfarë aroma, s'kom qare pa e provu një, hajde. No comment. Tani është momenti për ta pikur salmonin, po shkoj me marë. Ja, qështu. Tani është momenti për të pjekur salmonin, jo në temperaturë të lartë, sepse na digjet, dhe jo ta pjekni shumë, se pastaj thahet. Do të krijojmë pra një salmon ku shtresa jashtme do të jetë më krokante dhe në brendi do të jetë e langshme. Ja, pra e kam lëshuar shporetin në temperaturë mesatare. Presim pak që të nxehet. Dhe që se kemi teknikën franke, ajo nxehet shumë shpejt. Krejt e dim që vaj ulliri digjet shpejt, pra do të vendosim pak vaj ulliri. Ja, kështu. Dhe tani do ta pjekim edhe salmonin, të cilin e kemi marinuar për 15 minuta. Ju në shtëpit e juaja 15, jo, po 30 deri në 60 minuta, pasi që sa më shumë që të qëndroj, aq më shumë bëhet aromatizues. Çfarë ere vaj po vjen me marr bukur edhe me ngjy. Atëherë, duke e ditur që salmoni është shumë delikat, e mos na ndohet, do t'ja kështu, dal nga dal, ja. Ja, kështu. Me ndihmën e shpatullës do ta kthejmë. Ja, kështu.
Duke e ditur që mishi i salmonit shikoj se shumë delikat, pra ju duhet një pincet dhe një shpatull që dal nga dal që ta ktheni, ja tani do të shkoj me anën tjetër, ja kështu. Ja kështu. Okej. Ja pra. Ta mbajmë kështu. Ja, që t'na piqet. Ja pra do të sigurohemi që çdo qosh i salmonit të na piqet mirë e mirë. Shpëritin po e ndalim shikue, salmoni na është pjekur, ja. Hajde Cake, hajde fokus, wow. Qfar arome, ja. Ta largojmë me një herë nga shpëriti, si që thash, pjekja të jetë jo shumë, që mos na thatë mishi. E ka marrë këtë pjatë për salatën, pas që do të krijojmë një kontrast. Ta vendosi pjatën këtu, dhe do ta marrë një dorës. Ja, kështu. Ja, pra dhe salata e cila ka qëndruar për disa minuta, ende më shumë është aromatizuar. Ja, ta vendosim salatën këtu. Kështu. Ja, ta marrim mirë dhe langur. Ta vendosim edhe salmonin, ja kështu. Tani, do të marrim pak susam, e cila do të jep ngjyrë salmonit, ja pra një dekor. Tani, do të marrim nga qepa, ja, cila na e zbukuron salatën. Dhe krejt në fund e kemi mandarinën, pemën e vjeshtës dhe dimrit. Pra, ju thash është një salatë shumë vitaminoze, një drekë shumë e thjeshtë, shumë e shpejt, edhe e bukur me u pa kur që vjen ndonjë mysafir. Ju bëft mirë kur të gatuani. Shikues, kjo është dreka për sot, një salat aziatike të quaj me salmon të cilin e kemi marinuar me soja dhe shumë të mira të saj. Ju që nuk e keni pa recetën, pas pak e gjeni në YouTube, kemi baby spinach, mandarinën, kemi karotën, kemi më të mirat e kësaj bote. Ju bëft mirë kur ta gatuani dhe mos harroni na bëhet pak të shija e anës. Po shkoj me bllokun e parë të marketingut, mos e ndrani kanalin sepse vetëm pas pak do të na vjen Rudina qosja, ëmbëlsira e këtij epizodi, e cila do ta shijoj këtë sallatë, përndryshe kam gatuar për herë të parë. Orën do ta kthejmë pas pak të zallit. Mos harroni subscribe, like, follow shijen e anës në rrjetet tona sociale dhe mos e ndroni kanalin, që ndroni me Klan Kosovën dhe shijen e anës. O zot shikues, po ma bën me sy. A ka kanë po ma bën me sy, se di veç një sanë e di që Rudi ka me u shkri shikues. Mos harroni jemi live në kanalin tonë zyrtar Shija e Anës në YouTube. O çfarë po vjen? S'di pse s'bona për vetë. Ca ke e unë, ti si e unë, të më thua se si e unë. Ha, jo për kesh. Mos po do në hangër. Po valla. A guxoj me frish pak. Provoj. Ja, me sta që na ke pro. E kjo është surprizë. Po, këto a kemi befasi. Ja, pra na erdhi ëmbëlsira shikues me ëmbëlsira. Mirë mëngjesi. Veç mos më thuaj që dashte me hangër salmonin tëm. Jo, mëra me dasht kisha pjek. Shqyrë salmon. Era, do me thunë unë tu ardhë, krejt rrugës, era e salmonit. Po mirë se na erdhe. Ta kom bo një salat, a i tash me ngjyra edhe po përshtatet me sezonën vjeshdimën me mandarina. S'po folje, alla aziatike, ullu, shijoje, po e marrë ujën, Fantazi po duket kështu.
A gatu me rudin shpete? A e janë unë që të nditën jem punëtori? Jo, gatu. Qyshu shene? Kur gatu në 12 natësa? A gatu na blene, po ja. Gatu. Jo, unë jetë edhe me print e donatit, edhe mami donatit, përgatit shumë. Se pas ma dit, po ti pas ke një super dihmë në shtëpi. Po, shumë e vërtet. E përshëndesim. Edhe kështu që, herë bëna ja, ka njëherë unë e marrë rollë, unë e ma shpesha ja, kështu që një falenderim dhe me një jetësore. Ja ku e ke kamerën këtu, qka po i thu? Që na i bën drekën çdo ditë pa lodhje. Cila është receta më e mirë që zonja Hamide gatuan dhe ti e kërkon? Mantijat edhe pite me spanaq. Fantaziva. A i thuni ditë më na bo, unë e vi atje, në punëtori ku dush, e marë. Edhe në shpe më vjen. Krymë në shpe, e provon. Së mirë. I ka masterpiece që ju thojnë që ato... Krejsa me t'i bënd mira, për që ato dyra... Kështë të thonë, e cila, hajtë po e vazhdoj, e cila është ëmbëlsira që zonja Hamidi ta kërkon ty sot të lutna ka marrë male? Që është e vërteta, ëmbëlsira nuk kanë shumë. Okej. Edhe ajo vetë ka pregadit shumë. Prej kur po marrë dhune nuse në shpe, ma ndej ëmbëlsirat pa ta fillune me i bo edhe me të rejt, prej kur e kom ha biznise, na ëmbëlsira në shpe shumë rrallë, hajtë. Interesant, do të flasim më vorë për ëmbëlsirat e rudit shikues tani, po më intereson të flasim pak për salatën time. E ka marinu salmonin me mjalt, soja, vaj ulliri, kemi... Unë e njësa. Këdo, njëse jo e jo t'ja është. Kemi piper të zi, kemi hudhër, salatën, poshtë kemi baby spinach, kemi një karot të grier, e ka marinuar me uthull molle, vaj ulliri, e shë recetën, provoje. Fantasit, fa recetën. Ma bën rap, ma bën qefin. Jo, s'po ta bëj qefin. Po, halo se provove. Hajde. Salmoni fel. Okej, provoj pandej, po, hajde. E ke edhe mandarinën, me qenë së është sezona e mandarinave, dhe shkon shumë me baby spinach. Edhe është një salat me... bravo, kemi qep të re, e kam shësa imp, edhe se salmoni, mere salmoni të rifillimi këtu, atë është ma e hovë këtej. A qa nejmë? Që ka pjesa e prohër. Po, ane, hajde, okej. Shumë e mirë, të unë deri një orë du të me u marinu rod, po me qenë se jemi në emision, unë e ka marinu 15 minuta, 30 minuta deri 60 minuta nëse jenë shpe. Shumë e letë, shumë e thjeshtë, vjen ai musafir që shto, një salat ma fancy. Mantijat, anër, salmoni, ane, po të lutem. Hajde ta provoj se hecë po të besoj, hajde. Po më duke që mu ma bënd qifin. E pas ke qarë pare. Me të vërtet. Po, për herë të pare kom bo që salat. Edhe, mos me trajtë shumë pun undë. E shumë adhuru se unë ushqimi detet. E di që ato bona peshk. Fanta... Që të mire ke bo. Për një me... Shumë. A pesha dhe s'po vrejt, as mjojt, a qenë ka zhduk të qysh. Edhe susamin mbi e ke kështu sa për dekorud. Shumë shindur. A e kështë gatu, a e hajnë të mirë? E hojnë. Qela ujë thartë nga të pelena, a për ujë tartë? Po. A e sigur? Po. Po? Hajde për hajde. Një musafir që për ujë tartë. Për pos ujë tartë edhe langjët e gazuara jam afuruse. E kemi një, po na u ka hargju për sot, diçka tjetër do të pi me bised. Atëherë ujë të thartë për ty, ja dzizat shikues pra. Ujë është jetë. Ka shumë po më pëlqen që edhe me full, në pënojnë ashtë, mas pari të ngini njerë, të e mush barë, për më ndjenë a për mua betë. Të të boftë mirë, hati, unë e flasë shikues për mu, knaci gjithmonë, kur tëftuarve të mi ju pëlqen receta, sa mirë që Rudina s'po ma bën rrash. Jo s'po ta bëj. Se unë ju kom son këtë musafirve, në qëfë se s'ju pëlqen receta, lirë është, s'po më pëlqen. Unë jam edhe adhuru se shumë ushqimit edhe pregadis edhe vetë, si të mos këto kuzhinat aziatike, Thai food, Mexican food. Super. Edhe, kështu që shumë kom qefë dhe pregaditi shumë. Pas ke qarë parë. Edhe sot u mundova, pra e thash edhe në fillim kur e gatova të shikuesit që kjo është një lloj sallate aziatike, pasi që kemi sojen. Shumë mirë. Me vërtet. Shumë. Po i shkon mandarina? Domethënë është një pjatë e re, 90% e recetave. Qepa pjet një shije shumë të mirë. Soja po vrehet shumë pak, mjalta jo. Mjalt në sallat s'ka vetëm tek salmoni, po ja që e ka thith salmoni, s'ka qitë shumë. Po e ka thith salmoni, po ja ka dhonë këtë farë pjekje ndoshta dhe këtë farë gold pamjen më krokante e jashtë dhe e langshme, po e vrenë që salmoni është i langshëm, si të i tregova dhe shikuesve, pjekja të jetë sa temperaturë minimale dhe pak zakonisht vendin tonë.
Caki, eja me kamerën afër në kuzhinë, ta shojnë shikues si salmoni sa i lëngshëm është shikues, është shumë e rëndësia, se nuk është i thatë. Është fantazi, shumë e lëngshme mrena, mirë po krokante jashtë, shumë e mirë. Me ta shikues të shiqur udin kështu. Po, ku po e mirë. Përre? Mere veç. E provova, hajtë gallë. Do me thonë unë s'nojna, dhejtë Po e di, po komplet pi unë, diçka, hotën. unë nuk ka kur, po, sidomos kur gatuj pasta, po diçka sot jam edhe, ka njerës të hahët. A mone po shkrina të pati. Amo jo, fantastik janë, shumë Jej. durt, definitivisht. Ko me pregadit vetë këtë recetë, kështu A që keme nëse ma bo shkruj, tag? po, gjithmonë. Inshallah. Nëse shkruj edhe nëse na herë e gjiroj ose të e bo dhe kur ta pregadit shpi, ko mi tregu që është receta anës. Shumë faleminderit, Kështu që- respekte të bëft mirë ty. A pin uj, shërbeva uj të pelen, Faleminderit uj më i shumë, mirë shqiptar, a je person që pin uj apo nuk pin uj? Ka njerë që s'pin, unë s'po moj, unë që 4 vite shumë e pi ujën. Atë standardin 2 litra në ditë nuk e pi. Nuk e... Do me thonë, Mirë ge. deri në 500 ml mri. Kur Po, gjëhet qatë po peshe përfundar, ti, po. po në për 10 minuta gjys litre e vi. E jo, gjys litre, unë e jo. Anë, interesant, ti pas ke vetë uj shumë rana, kështu s'pas ka nevoj Po. për ti ujën. Kafe pi, qaj Okej. pi, do të thonë kryt pi e tjera i pi, ujën mas pak. Okej, po t'lë me hangër në qëtësi. Ka një momenti që shikuesi ta mësojnë këtë recet, rudina, qosja, diaspora, po të shaj ke kamerën për balë, me fjallit e tuja. Aja vlen që t'i hupin 4-5 minuta ta shojnë recetën dhe t'hargjojnë pare sot në market dite djelë ta gatuajnë salatën, apo mos ta gatuajnë me fjallit e sinqerta tuja, ja ku e ke cakin, mund të flasësh. Me më dëgju mu, nuk e hop një këtë recet, mos e leni pa e provu se është fantastike. Shumë e letë, në shije, mirë po është jo e shishme. Po, bënën e, provojeni dhe keni me nga besu andej fjallëve të mija edhe të anës. Unë e pe ha, mu më knaqe, e ana pun këqyrë, po lakman, po s'ku që e daj, ma ka bove shmuni si. Shikues, mësojni recetën, letajni që si rudina, edhe ju pastaj shkoni pas emisionit, i bleni produktet, me të vërtet do të mandini për nderë për të recet. Do të kthehemi me rudinën, kemi shumë për të folur për ëmbëlsirat e saj, na ka sjell një torte që mezi s'po prans me po, hajde ta zbulojmë pak? Ja, vetëm unë po e shoh. Po i shoh mjedrat, pas kemi mjedra. Po shkojmë pra me recetën dhe kthehemi shumë shpejt, mos ndrani kanalin. Shikuesi, rikthim këtë prej recetës tonë salmonit, po besoj që e keni paqë që ka pregadit për shije filmke. Unë e fshiva pjote, nuk me të mu kur gjopi salmonit, ta shojmë tash api për qenë anës tortja që ja kompru une. Se di, të shojmë me mendimin e anës për tortën. I dashuroj mjedrat, pëlqejnë edhe ëmbëlsinat, shikues, ja. Një torte e thjesht e bukur, për shije nuk dyshoj, se tortët e rudit të më pëlqejnë për çfarë do lloj raste që kom pas nevojë, kom thirr, edhe çati për çati mu ka gjinë trudi. Po të falenderona publikisht. Faleminderit. Si për ditëlindje, kur s'ki pritu, të e marrë parasysh që rap tap të kom shkru, e unë e vlerësoj këtë shumë. Edhe nuk e harroj. Që është e vërteta, faleminderit shumë, mas pari. Mundohemi gjithmonë mi nejtë klientëve me të vërtet, ty për pas këti klientë, kështu ma shumë të kom shoqe. Faleminderit. Edhe si që shpis logarite, realisht, se sa kliente, po mundohemi me të vërtet mi nejtë gjithë klientëve gati. Adin qysh, ëmbëlsirat janë në një moment gëzimi, në një moment harmonie në familje, edhe shpesh në ndodhë që me harru, se përditshmëria, rutina ditore, obligime ditore, na marrin me vete dhe në një moment na vjen mend që dikush shpe ka ditëlindjen. Edhe tash qatë moment kur të thret ty në telefon ai thret për gëzim shpe. Shqyr që jemi për gëzim. Qashtu. E kështu mundohem gjithmonë me qenë korrekt edhe me qenë Rudina në punë, rudina në punë. Ta Hajde. largojmë prej kutis tortën, Okej. fillimisht që me prima letë. që me pjatat pembe, pa kontrast. Pas ke pjata shumë të bukura. Tani. Do të me talë po zu tortën bjatë, ama përshë e këto. Okej, hajde. Po të vinë? Po, të shtyllë, që pash, edhe copën për mashallah, po. Që është? Mere. Mjedra. Mere. Okej.
Hajde. Unë për viti Një për ty. shkak që po e marr një Tjetër. copë të hollë, për shkak që unë hangra një salmon fantastik. Të bëf të mira, Faleminderit shumë. para se me fillune me ëmbëlsirën, Okej. sa mira e kam mendu shikoje, sepse nuk dija kur ka me na u përshtat kjo pije. Këtu në dorë e kam nga Argo Grupi, që i falenderoj shumë që keni arë me disa pije përveç ujit, tepelen, kemi edhe një liker të bajaderës, e cila është inspiru nga ëmbëlsira e famshme e Ballkanit, po e quaj bajadera, ku gërshetohet shija e çokoladës, arrës dhe lajthis. Ka pak alkool, po do t'i mbushim këto gota pak dhe mendova sepse është një pije e ëmbël me shije çokolade, arre e lajthie që na përshtatet me këtë ëmbëlsinë e cila po ashtu e ka çokoladën. A je kurioze? Jam shumë kurioze, unë jam shumë adhuruese i likerave, që është e vërteta, përgjithësi i pëlqej. Kështu që ta shohim. Shiku s'dija i kum bo fiks, ajo mirë u dhe mirë për duket, Mirë për është, duket mirë. keq. Okej. E ftohtë është, e kom ftohtë kështë. Gëzuar, mirë se na ke arë të shianës. Mirë që u gjitha. Sezonën e kalu me donatin, ta shty. Po. Edhe po më duket ajo që ja pa talëshu atë shakon, kinë se e kom bo ëmbëlsinën, a ka qenë që kjo e... Jo, ka qenë espresso, me shiut kafës ajo ka qenë tjetra. Po. Okej, se nuk e dija. Provoj, unë e kom provu, ka me të pëlqy. Sa i mirë. Si me hongër bajaderë për një me. Edhe ftoft si akullore e shkrime, shikohes. Shumë. E Pas kanë tash, godit me këtë pije. e tash shikohes. Hajde. Hajde, anë. Jo, po e thiri cakin. Caki, hajde, ofër, hajde. Hajde, duhet me umar prej ofëra, ja. Duket e pa vërtet, për është e vërtet. E pas ki bo këtë torte, high definition. Që është e vërteta, une tortet i ha shumë pak. Si akullore. E pas ki ftof shumë. Po. Sa mira, frigorifer. si akullore. Po. Këto janë ëmbëlsira që bëhen me proces të ngrimjes, Okej. me mousse cream. Janë ëmbëlsira me receta franceze. Edhe për atë kanë edhe këtë teksturën edhe shijen si akullores. Po e shonë në brendi, a kemi mjedër? Caki kamera, shive? Që që shporje? Është crème brûlée në mes që e vendosim edhe ka Ja. copsat frutave. Ta shtu të ka ra mjedra, po dhe tonet e ko ka mjedra. Kështu që Faleminderit që e ka qenit. Faleminderit që sjell lumturitë e popullit. S'ka mosh ëmbëlsira. Krejt moshave ju pëlqen, krejt e dojnë të ëmblen. E dojnë me sheqerin, na ngre. na ngrej po e Dihet vërteta. që duhet me mas normalisht, sepse gjithçka e tepërt në jetë është e dëmshme, jo vetëm te ëmbëlsina apo te ushqimi apo te sallmoni, pavarësisht të shëndetshme produktet, Është shumë e gjithçka vërtetë. e tepërt është e dëmshme. Por Te ëmbëlsira atë është edhe diçka që vlen edhe mu cek se ëmbëlsira që i përgatis unë nuk përdori sheqer. Do të thonë ëmbëlsia ju vjen prej çokoladës. kështë të tona i vendos mjallë. Jo, As mjalt mjalt, as jo, sheqer? jo, as sheqer. Çokoladë, do me thonë, na përdoren çokoladën, kryesisht unë e preferoj çokoladën për mbi 55% gjartë kakaos, edhe me ato i krijojmë, do me thonë, çka mundet me pas sheqer, mundet pana, cilën e përdorim si produkt, do me thonë, por ndryshe sheqer nuk i vendosim. Ke kry trajnime të ndryshme në Francë, ke qenë deri në Amerikë. Po, Këtë do të veçoja prej trajnimeve. kom kry shumë trajnime, mirë po maj veçanti ka qenë në shkollën Valrona në Amerikë me pasticqelin italian Gianluca Fusto, në ndër pasticqet ma të njoftu në botënorë është, ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme. Do të thonë që mbet në kujtesën time dhe që nuk harrohet asnjëherë. Gjitha trajnimet e kam bërë ato të vetën, se mëson kultura të reja, mëson receta të reja, mënyrat punës të ndryshme. Çka të ka mësu Gianluca? Një gjë që të ka mësu Gianluca që ti i thu shqyqyr që shkova në Amerikë edhe mësova qëta. Duke fillu prej produkteve,
që zavencohen për shembull, siç the edhe më herët ai ke qitë mjalt. Shumë pak e di që në vend sheqerit mundesh me përdor mjaltën. Nëse tash rrjetet sociale po bojnë vetëm, po deri tash nuk ka qenë shumë e njohur kjo apo me maple syrup apo agar, do të thonë që kena mujt me përdor. Çka kom mësu prej recetave gjatë Lukës u konë edhe kombinimi, do të thonë, nuk e di a ke hongër ndonjëherë ëmbëlsinë dredhës me bazel. Do të thonë është një recetave që është ja vlen. E ke përdor? E kom bo këto, nuk është pëlqy, edhe e kom largu, se nuk jemi mësu. Jemi të mangë sa ju përkat, jemi t'ju eduku, po merë ko, po... Është shumë e vërtet, po adin që është një shije, tash çka du me bo, du me qitë dhe shta me mend. Shien e drejtës me ment është pak ma që mundet me po freskuse. Dimrit është drejtë? Jo, dimrit, po kur vjen sezona, zakonisht çdo sezon munduemi me qitë diçka me fruta sezonale. Për post recetave që i kem standard që i mojmë. Qështu të ftoft, Rud? Qështu të ftoft, janë me musë janë të ftofta. Shikua, s'kom haru me kësi orën e zallit. Ty të bëftë mirë bajadera, sa interesant me pi bajaderë, shikua, jo me hangër. E mira? Edhe apëshë, shumë teksturën e mirë? Shumë teksturën edhe shia fantastike. I thash shikua, këtë shishe e merë në shpe, kërse kur shkon e merë shpe. E këtheva orën e zallit, Rud. Kur është orën e zallit? Çka të bënd të mendosh ora e zallit? Sa shpejt shkon koha. Të del ditë aty? Jo. Zgjohesh në orën? 7. Ka raste 8. 15-8 se 8 është vonë, po 15-8 edhe gjithë të ugu diçka me dojë, po kryesisht do me thonë zgjona 7. Dita fillon 7 edhe përfundon dikon rreth orës 12 natës. A se lot? Jo. Jo. Kur ki mu lënë? Nuk e di, nështë kur t'i bëjë dhe do vjetë. Sa e në këto vjetë? Do vjetë nështë mas 50-ave? Mas 50-ave. Ndoshta. As atër se di, nëse vazhdojmë vazhdojmë me këtë energji, tash se di, po adin që shka njere, pak më duke që shkej shumë shpejt koha, shumë shpejt po rritën fëmijët, shumë shpejt po na shkon gjithë shka, koha me prind, koha me fëmijët, koha me punën, me kolegë, me shoqëni, ndoshta që janë kohë shumë të vlefshme, e s'po mujna një nalë të pak. Qa po i thu shikuzve që po na shoh, një e ke cakin kamerën e ke diasporën që po na shet që ata janë jashtë dhe prindrit i kanë Kosovë dhe i shohin shumë rol, jeta është ashtu. Çka po i thu diasporës? Përbes janë shumë të fortë, di çka më ju thonë, jeni shumë të fortë, se është, unë që të Prishtinë jetoj edhe ka njëherë koha, nuk po mrimi pa prind qatë shpesh, sa po kom qef, edhe e di sa është edhimshme për juve kur nuk isheni me mujtë tonë. Do që bravo ju koftë, se është një sakrifisë e madhe që e bëni ju për vete edhe për prind e juj. Rude, publiku pyet. Pyet. Rubrika publiku pyet, ka nërë disa pyetja. Hajde ta shohim. Aja ka vlejt që ka vazhduar me profesionin e pasliqerisë edhe pse ka përfundu fakultetin e ekonomisë? Tash aja ka vlejt, unë nuk e kom ushtru detyrën e ekonomistës, heq do me thonë. Veç e ki marrë qatë diplom? Po, e kom marrë qatë, e kom kry fakultetin se shumica e moshatarëve të mi, në atë kohë, ka qenë ekonomiko edhe shumë pak juridika në i profesion tjetër. Kryesisht në ekonomi kemi shku. Aja ka vlejt, po ja ka vlejt. Ja ka vlejt shumë se bëj një punë që du shumë, edhe kom pasion e kom pasë prej shumë kohësh, edhe që e shijoj edhe shumë kënohesh në edhe më jep një farë rahatije shpirtnore puna cilën e bëj. Si e nisi po më intereson? Si e nisa? Cila është ëmbëlsina e para? Ka qenë gurabia, bombica? Që po më intereson mu? Bombica. Që shë dita shiku sa krejtë kemi po bombicën se ma e lejtë. Edhe rollati me kokasë, do dhe thonë. Adin që shonë, mami jam nga ka pregadit shumë ëmbëlsira, ekstrem, do dhe thonë unë e zdi që është me blej ëmbëlsin. Ma ndek kur u martova, edhe mami donatit, kur si mi unë drek pa pas ëmbëlsiren. Edhe sa diqysh, kur e kujtoj atë kohën, e thëmë do shta edhe që e ka qenë që non stop pëdhune kom marrit ceta, kom pregadit, edhe momenti i parë kur kom fillu është, në shpet u bodë donati, pësë përna i bën tha për Morena dhe neve ëmbëlsirat edhe fillova mi pregadit. Kafenija famshme shqipës Morena. Edhe fillova mi pregadit për Morena, u pëlqyn shumë, fillu mu përësit për Bajram, fillu mu pëlqy, do me tonë edhe prej aty e gjetëm. Kur si djetë, fatit. Sa interesant. Recetën e tortës Vanesa, kjo ishte Vanesa? Kjo ishte Vanesa. Receta me sa vetë, regona?
recetën e adin qysh. A jep recetat mas pari, hajde. Mas pari, une përpos që kom pasticqerin, jom edhe trajnire e pasticqeris, ku kom do shumë receta, po, për kështë që ka pyt, do me thonë mundët me më shënu mu direkt dhe ja dërgoj recetën pa problem. Së është recetë e gjatë, është një proces mandena i marimit që duhet me u përcjell, kështu që na bë 1-2 orë mision veç për recetën Vanesa për me bo. Ashtë e lehtë, sa më qëlloj një borovnicë, pas ka edhe borovnicë. Po, ka, fruta mali. A, fruta mali, ja. Ka mjedra, ka boronica, ribizla, me thonë i marim frutat e malit, sezon kur janë, i mbajmë në minosën prezë dhe i përdurim gjatë gjithë sezonës, dhe sa vjen sezona e re e tyre. Bestseller? Bestseller është, po. Pse jam një Vanesa? Kemi minuti Vanesa? Jo, nuk jak, do më thonë, kjo është një për recetave që e kom su në trajnim në Ecole Notre të Parisit, me pak reduktime, se gjithë mund unë e krejt receta që i kom su, pa e shtu dhe diçka teman, do më thonë nuk e lu. Rudis touch, që tojnë Amerikanë, një krejtje e rudit. Ka qenë emni dhe më ka pëlqy emni Vanesa dhe e kom lonë. Ka arë një pytje që ka të bëj me mu, po më ka pëlqy shumë. Hajde. Nëse ana do t'ishte një ëmbëlsirë nga pasticqeria jote, cila do t'ishte? Cila do t'ishte? Nëse ana do t'ishte një ëmbëlsirë. Ana do t'ishte çokoladë me vishnje. Pse? A dhe pse? Se është e ka do me thonë atë ëmbëlsin, mirë po t'epë dhe atë freskinë. Brenda sojna. Do thonë edhe është shumë e omël, mirë po edhe shumë freskusë, është pozitive, është e dashtën, do me thonë, që të ndjenë t'a jepte, kur je prani tonë, kur është njeri, une personalisht, unë ashtu ndjena shumë mirë. Do me thonë, kështu që, edhe që tonë duke ta këmbo për ditlindje, ma ke lonë dorë tonë, dhe njonën për ditlindjeve, që to e ke pas, një me drejt zaj, di... Po me drejt zaj, jo ka që njona, që tjeta fova, Pse more, se kërë kom qitë pytjen, qka do t'a pyes një ruden, pse more, është edhe vetë si torte ka shkru dikush. O, falenderit shumë, e vlerësoj shumë. Garantrat që në studente, e jam ja. E o, gjinia ma shkollore ishte. E jo, s'pe dhe shafro. Okej. Në student, e jo, s'pe dhe shafro. Studenta ka pas shumë pak. Interesant. Shumë pak ka pas Ma shumë vajzat interesuar. Nëse ka qenë grupi 15 vajza, një ka mujt me qenë mashkull, më thonë. Një lapsus që t'ka ndodh, ki pas dasën, ki pas me... Hajde që qëtash mërë që ke pyti shikus, ke pas me dërgu tortën, ka dështu torta, ki bona e variant tjetër, që ki bo, tregona një moment, për shumë momenteve. Ka, do me thonë, ka momente të tila, ka momente. Si torta është shumë e ndishme. Shumë e ndishme, po e fryve kjo bjen. është shumë e vërtet, edhe i donë, do me thonë, procedurat e veta. Me ngut kur gjës munësh, as me shpejtu të procesit tortës nuk munësh kur gjë, do me thonë është si puna e kjekjes edhe puna e ftopjes. E kemi përcjell gramazhat, bu në harove diçka në gramazh dështon tortja, gjithë shka është me masë. Tahminin e kemi pas në recetat e mahershme, mirë po të recetat tash që i pregaditim gjithë shka me masë, po më ka ndodhë, nuk më ka ndodhë mu me prish, po ka ndodhë, ka ardhë klientja, ka marrë tortën për dorsën të vllaut. Edhe i tham na, po ta sillim na, ka qenë 3 kaqe tortja, tha jo, tha se është të rini, jo i mirë. Tha e që i tha unë e vetë. Edhe si më ka thonë është të rini i mirë, veç kom thonë bënu një gati se tortja ka më rrotullu. Qështu ka qenë përshkrimi jam, e ka marrë klienta tortën unë njësë. Darsmen e kam pasë në 7 mramje, ejo e ka marrë në 12. Mora 2, më ka tim telefon. Që e ka marrë aqë herët? Jo që e ka marrë aqë herët, po mas pari këto raste na i kena transportin. E kemi shoferin i cili ka shumë kujdesa dhe dhe në njërën qysh me transportu tortën. Ndryshe është kur e sjell vetë. Unë e di dhe vetë, për shembull kur e vendosin vetur, edhe vesh nisna. E ndryshe kur është personi përgjithë që din qysh me transportu një torte. Edhe në thret, në orën 2:30, në kujtohet se sot, do të tha, është rrotullu tha tortja. Thash, qysh ka ndodhi, tha, e po mlon tha në mes do gjanave dhe rruga, tha s'ka qenë mirë dhe diçka i ka ro tortës, e ka rëzu tortën edhe. Thash, nësa i kena dorsmën, që kjo konë pyetja e me parë. Sa jo është stresu se kish marrë përgjithësinë për dorsmën vlog. Thash, nësa është dorsma, tha dorsma është në 7. Thash, dërgom ati mu adresën, tha tortja s'prit dhe i 9. Thash, para urës 9 tortën e kjate. Para urës 9 tortën e ka pasat. Ja kemi bo tjetërën, ja kemi dërgu vetë, ka dërgu adresën, s'ka pas faj, rruga ka qenë të mërshme.
Do me thonë ka qenë komplet gur të nalëse që është shumë shtirë për transportortës. Rryma apo të nalet? Po A ki pas raste nalet rryma? po. Me tort janë furë? Në furë është me mjeto mirë, Aha. po mos me mbrijas dhe te fura, që ka bënë se kemi pas shumë raste, do me thonë, unë maj stok të torteve, përgatisim zakonisht prodhimin e kemi prej orës varësisht prej produkteve, disa i kemi prodhimin para dite, disa mas dite. Tash varësisht që ka prodhojmë dhe majmë stok për ditën e nesër me gjithmonë. Ne që mos me metë. Mirë po, mu më ka ndodhë për një vitri, ku kemi pas një ndër ëmbëlsirat, edhe ajo është më e shituna, është një mifleçi, milfë. Kemi pas përësi, mu i me tonë dikon të 70 ëmbëlsirat ati loji. Edhe është në rryma. është djek trafa. Po. Pjetat ka ngell pa u pjek. Pjetat ka ngell të ngrime, as pa hy mu pjek. Mirë po e falenderoj shumë edhe sot. Një shok familjes që kemi valen edhe ditën, po, jo se ka sjell agregatin, po në me donatin bashkë, kemi marrë petat dhe kemi shkuaj ka furt bukës edhe i kemi pjek. Donatën kem nejt atje, i kemi pjek petat. Edhe jemi këthy, do me thonë, nesërman, qka kemi bo se nuk ish puna vështë e pjekja e petave, ish puna më ndej edhe te krema. Merë miksirat, shkon shpe, bëni krema, zirë, i kthehu, hajde montoj. Mirë po qka është ashta me thonë fat me fatkeqësi, do me thonë që krejtorët që më kryo dhe ndërzë. Hajde për hajde. Po, do me thonë, kjo ka qenë viti i dytë, kërë këmë pas biznitin. Do me thonë, alo pa u balafaqu me sfidat të ndryshme, do del diçka. Po, atim që shonë nuk dërzona, e gjej diçka një zhidhje. Je shumë e gjallë, Rodi. Smoj, do me thonë munal, diçka. Të garant dhe kur flan, punon. Dhe kur flan, do natën diçka. E di që më gutë shumë shpesh të nga njëherë natën, për qohna, kështu atë, dojmë që 3 ullna, edhe që duket me ndoj vetë edhe prap bifleja. A vëshaj, jarën që ka me tort jam furë. E përmende donati përveç që është i angazhu me punë të veta profesionale, me gjirime, ato e ki edhe dorë të djatë. Po. Nuk e ki që adën aj me aktrem edhe smeret me ambëlsinat, jo, është dora jote e djatë donati. Është shumë e vërtet. Qka bën donati me ambëlsirat e tuja? Për pas që i shihan, është degustatori par, është kritiku maj madh, do me thonë, une nëse bëj një recet, pa e provu donati dhe me aprovu, receta nuk del, do me thonë. Mandena në punë organizative, shpesh herë kur kemi sezona, kur është jo vitiri, jo bajrami, jo diçka, do me thonë, mos me qenë donati zi qa bojna, gjysën e punëve na i krynë. Atin është, do me thonë, është jo dy durë, është dore djathë e majtë. Me gatu është shumë punë psiqike, është shumë shpirtnore, sidomon të ta letësën dyqyshë dhe unë gatu i për moshës 16 vjeqë dhe jo rasisht të boshia anës. Ambëlsirat, e miksere, qokoladat, kremat, ajo është botë krejt tjetër, është si një vallëzim, si një muzik e lejtë. Si të bën ty të ndihesh kur futesh në atë kuzhinë, në punëtori, sepse pa mëvarsisht, je fut vitin e 9, me sa nëntor, sot jemi me 8 nëntor. Me 17 nëntor. Me 17 nëntor, pas një javë, shikus, Rudina i mbush plot 9 vite. Si ndihesh ty kur futesh në punëtorinë tënde? Dhe punon me ato çokolada? Është krejt botë tjetër, si mos me qenë në një botë reale. është shumë interesant. Bile shpesh herë se po mbjen me përmend donatin, donatit kur është Rudina do e voni tortë zguxojnë afërt me pyet për sana, se veç nuk kthej përgjigje. Domethënë hiç kthej. Që me koncentru me ëmbëlsirë, ose me na ndodh për shembull se ndodh edhe me na dështu një ëmbëlsirë. Deri sa të gjej, pse ka dështuar nuk nojna. Domethënë, pse a nuk buni želatina, a nuk buni çokolada, se mandena lun shumë rreth gjithçka. Temperatura e produkteve, se cili produkte do në temperaturën e vetë. Jonë disa receta që vezë do të me qenë për shembull temperaturë dhomës, po jonë disa që do të nga frigoriferi. Ka shumë finesa, ka shumë gjonat cilat pa trajnime adhone nuk i kom ditë. Kom e ndu që i di, dheri kur kom shku në trajnim. Po atje e kom po që kur gjësë në ditë. Sa mira, atje ka pa që s'ka ditë kur gjo, a besën ti që do në komenu që di me gatu, kur ja ka njës shria anës, krejt recetat, ta thash me edhe, dhe thome edhe shpesh në kamerë që 90% recetave një këmë su bashkë të të shikust me mu. E pregadis që të e kom bo për 20 herë, se shpesh kom pas pyetje që hejana i ushtërën shpe, për herë të parë këtu. Kur se haroj me cakollin para 2 viteve, gjithë të shak, kukucak,
Ja, por, ose na dështoj, evident, i qysh, edhe që ajo është dashnia, pasioni, dështë edhe dur të krymëson me vite, me prej qepën e këto mande është një farë filozofie. Te puna e ngjyrat ndryshojnë. Po, është edhe pak me t'lindun, unë mendoj. Se janë do gjona që tash me marë une me pregadit salmonin, ta garantoj që nuk më denjë njëjtë si ty. Se është që e dora dhe touch që i thojnë, edhe prekja me dorë, dhe me thonë dora jote e din sakt kur ki me rotullu, e din sakt sa ki me përzi, ti mund është mja spjegu gjitha krejtve, mirë po dora e të tjetërit. Ama hera pare, bune. Ama po të veç, apet me marë unë me bozë, së më delë se jutja dhe shumë e mirë. Kështu që sa mire kom lidha, sa po shkën, shumë po shkën. Edhe shumë e shishme. Do shme marë bajadirën lokal tash, se po ta tjetër, dhuroj publikisht. Faleminderit, shumë faleminderit. Nga Argo grupi për ndryshe, kemi edhe një sangria. Faleminderit shumë. Ola! Shumë më pëlqen sangria. E pi sangrin? Po, e pi sangrin. Ja, mund ta nxjerrë shishën? Po, se më pëlqen nga kombinimi frutave me verën. Sa shishe e bukur është. Shumë. Kush ka qenë në Spanjë, ka Shumë e hangër bukur. tapas Faleminderit me shumë. sangria, Shumë faleminderit për këtë mezet dhuratë. e famshme Po, më pëlqen spanjolle. Sangria është shumë. Shumë. Shumë e bukur. Ju boft mirën shpejt. Faleminderit shumë. Përfundu me intervistën, une e Qka shpejta? 53 minuta emision kemi bashkë në marketing. Hajde që dojmë 5-5. Po, amaj, qa fështë shumë shpejt shka? Shkoj shpejt? Shumë shpejt. E shiktu sa mira, po më pëlqenj. Pas ka kalu mirë dynja sot me neve. Po, shumë e vërtet, shumë. E di sepse për me folë për ëmbëlsinat dhe për ty për këto në vite, shkon shumë, unë motit kom pas në mendje me të pas, e kom ftu, ka qenë shumë angazhume, sepse e përmendi Rudi që ka edhe trajnime, e tjerë, lartë e poshtë, po duke shumë bukur, komplimente. Besoj që i ke përfasu ata që të njohen, sepse gjithmonë se s'kemi kohë kur jemi të zënë me u regullu. Po duke shumë elegante, shumë shik. Shumë faleminderit e besoj. Edhe donati po kesh të arsit këshirë. Po besoj, dhe këtë ashtë të dalë që ku po shkon mëre. Edhe da shmë kujtu krejtë për mësë, ngellën sytë të vatët. Bë një flokve pak shtu ti mërë ca kollë dhe vatët. Një shoqe nga Tirana, ta shmë kujtu, ka dërgu mira pyetje, ku shkruan, pyetje se nga i ka marrë vatët. Këto vathe, i kam vathe, për thonë më dhone, dhe më thonë, unë jam aturuse shumë e madhe e vatëve. Dhe më thonë, nëse e hapë atë dollapin e bijutërive të mija, atu i shetë 2 milion vath. Këto mi ka ble Fisja, është punojmë bashkë që 9 vite, për ditëlindje. Kështu që e pëz Fisën edhe shkruj ty të këtheja, basta i ku mi ka ble. Për ndryshe, ku të sho vath të miru në blej, mas shumë të nëzara, po ka dhe brende të ndryshme. Ku të sho, online sho, blej online porositi, ku do të taj, blej vëgjë. Edhe mu më pëlqenë, sot shkova me qëto të vogla të kombinova qëto. Kenë varë, qysh po kombinova me që është herë më të dhoja, herë më të vogla. Më shkoha marketingut, bloku 2, po ta lët ty me marketingun dhe e kam një kërkes, ta mbyllu emisionin bashkë, këtemi pas marketingut? Pa tjetër. Qka po këthy shikuzën më së ndrojnë kanalin, këtemi shumë shpejt? Shikus të dashur, po shkoj me blokun e fundit marketingut, këthejhemi pas marketingut dhe të ta mbyllim së bashku me anën, emisionin në Shia e Anës me Klan Kosova. Gëzuar. A shku? Jo, s'po shkojnë. Pas po shkojnë? Hajde, po shkojnë. Shikus, po shkojnë së bashku. Hajde, po shkojnë. Shikues, iku edhe një epizod, u befasu ma ere Trudina thonë sa shpejt u kryu emisione. Ka qenë minutat, është kënaqësia, kjo është si ajo puna, kur pin kafe me dikan edhe del në drek, edhe shkon koha atë shpejt, rijet ande, po nuk është mundësia. E kjo është në plus, kjo është në plus. Atë edhe me i të dera, aty të bodhë pak më betë, edhe të e zgjatë, edhe pak më abeti ma i mirë. Po vjen mirë shikus që Rudi sot kaloj mirë, pa marësi që gjithë ditën dje, par dje, gjithë ditë është e mëgjanme edhe ka arë pas taj sot në gjirime pas punës. Po. A i ro pishmana jo? Jo, qëfar pishmoni është e knatësi. Edhe më ka thonë pa arë në Instagram kërëm shumë,
anë me nëzis po pres, kena më knaqë. Po, është shumë e vërtet knatësi shumë e madhe anë me qenë në shoqëni me ty. Vetë ta shumë shpejt shkon, tash para më kur shkojmë 1 orë, so 5 minuta. Është shumë knatësi, Sallmoni ke film do me thonë që s'ko me harru. Ki me gatu? Po, mos e harroj, po ja shpejt. Edhe ko me ta botag, edhe kështu që se harroj. Unë po Vanesës po të premtoj? Jo, se po pretoj. Vanesën ta bëjone. Okej, sa ëmbëlsina duajmë pak atë më shumë për kushtim, pjekë, ftof, ngrije, kanë ato procedura. A keme falenderu dikën për zbukurimin të sot se po duke po shumë bukur? Po vetën, edhe vajzën ti me Leja është kujtisur për grimin. Dhe fasova që sa bukur kusht ka grim mu, tha vajza, i thash wow, qenë ka artiste. Ka grim mu, thash ma herët, po e them edhe publikisht shikues, një grim tepër i kohës, jo grim tallava. Bravo Leja. Faleminderit Leja, të dua. Edhe unë do me falendru Adelinë Sirmani për flok të grimin @estetik se keni në Instagram. Falenderim tjetër shkon për Qaberto, nuk do t'i pëlqej shumë kuzhina dhe limona tha shumë të mira. Shumë një farë atmosferë, pak si në Itali diçka. Po dhe Mediterranean, qashtë stili. Shumë bukur. Faleminderit shikues që jeni me neve, faleminderit Qaberto, Franke, faleminderit Monini, Skoti, faleminderit Argo Grupa me ujin më të mirë shqiptar të Pelin, sot e kishim bajaderën, like fantastike. Rudi tha dhe pak akull, tash kur shkon shpinë dreqet e me akull. Po, e të leisi, qashtu, regulloj e të. Faleminderit shumë. Edhe Flom Flower Shop, të trandafil po të adhuroj unë ty. Faleminderit shumë. Edhe po shkojmë pi kafe, ha? Po shkojmë pi kafe. Po pim shkos një kafe, pijeni dhe ju, shimi djelën tjetër. Qa pritu shikusve? Faleminderit shumë që ishit me ne. Ose klientave tash që 9 vite që të kam besuar. Hajde. Klientave tash që 9 vite, shka pithëm një falenderim nga zemra për besimin edhe për krajen që gjithë këto vite na i keni dhonë. Do me thonë është, nuk mu falenderu, sa është madhështore, kur e shoh se cilin klient që vjen vitin e 8 apo tash 9 që po bota dhe tham wow, do të thonë pëlqejnë ëmbëlsirat dhe po e vlerëson punën shumë. Faleminderit shumë. Pa juve nuk do të ishim 9 vite këto, kështu që faleminderit. Qaberto 20%, ulje për çfarë që vjen këtu. 25 ulje e Donati Alo si ka shfrytzuar ato të vetat. Tash kemi 50-50. Na bot 100% zbritje. Edhe faleminderit shumë. Edhe ke një dhuratë këtu nga produktet më të mira italiane, e ke Rizo Scotting, ke pastat Garofalo, e tjerë, e tjerë. Që pas kam produktin tim të preferuar. Tigullio. A e din që e kom mendu javën e arshmet, e hapa dollapin edhe thash. Po, është fantastike. Sa ke kemi me bu oriz, e kemi një oriz, parboiled, pak i bardh e pak i zi, edhe thash me tigullon me marinu pullën. Pullë ka me bu javën e arshmet. Provoj e ka edhe një pesto me fëstëk tigullon. Unë i bëj brusketat me ta, është fantastike. Nalë ta gjej, vishë ta shok ku e kom. A e ki? Po. është brusketa do më thoni rikota edhe pistache. Ja, kjo është e kom përdorur sezonën e kalume. Që bën brusketa ta tregon as shpejt e shpejt. Që bëj brusketa ta? Bukën e thekur, do më thonë, i marr tomatinat, i fërgoj me pak hudër, e marr tigullin ja qes komplet e lyj pishtresën. E lyj jo, po e qes mirë, edhe ja qes tomatinat pak për mi, një copë basiliko edhe fantastike. Që po ta dhuraj të publikisht edhe këto, edhe boni brusketa të shme. Shku me pikape, shikus. Faleminderit shumë.